Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj hap pas hapi mënyrën tradicionale të përgatitjes së baklavas së festave, që nga përgatitja e brumit deri tek shtrimi, pjekja dhe shërbetosja e saj. Një recetë që sjell aromën dhe ëmbëlsinë e festave në çdo shtëpi. Si fillim do përgatisim brumin e baklavas. Unë do ta përgatis në një robot kuzhine, por fare mirë mund ta përgatisni edhe me dorë. Sigurisht që koha e përgatitjes dhe përzierjes është më e gjatë. Shtova në robot diku te 650 gram me miell. Shtuam 4 vezë, një gotë 200 ml me qumësht, gjysmë gote me vaj ulliri, ishte një të kapur të gishtave me krip, sa mbajnë 3 gishtat, dhe 2 herë të kapur të gishtave me sodë buke. Ndezim robotin dhe e përzierim për 5 deri në 10 minuta, derisa ta shikoni që brumi të ketë arritur një masë homogjene. Për të qenë transparent me ju, unë po peshoj edhe pjesën e ngelur të miellit, ka ngelur 350 gram, dhe në total brumi i baklavas është 650 gram miell. Largojmë robotin. Si e shikoni është një brum i butë, elastik dhe jo i ngjitshëm. Duhet patjetër që të pushoj brumi i baklavas, dhe përgatitja e brumit dhe baklavas kërkon ambient të ngrohtë. Kjo është sekreti i një baklavaje të mirë. Përgatita arët, shkriva edhe gjalpin, lyejmë një tavë me gjalp. Tani do merremi me përgatitjen e petave. Si e kemi brumin e baklavas, do ta ndajmë në 8 pjesë. Në fillim e ndajmë në 4 pjesë dhe çdo pjesë në 2 pjesë. I rregullojmë kulaçkat. I lam në një kënd dhe i mbulojmë me një pecetë që të qëndrojnë të buta. I hapim në trajtën e një cilindri dhe të gjitha pjesët që përgatitëm, të 8 pjesët do t'i ndajmë në 8 kulaçka. Dhe gjithsej kjo baklava ka 64 peta. Petat bëhen sa një e verdhë veze. I përgatisim petat. Kjo baklava diku tek 2 orë punë ju merr. Mund të përdorim petës ose edhe oklai. I ndihmojmë petët me një seshtet dhe i hapim sa pëllëmba e dorës, diku tek 20 cm. I vendosim në një kënd dhe kështu do t'i hapim edhe 7 petat e tjera. I vendosim mbi njëra tjetrën dhe më pas do t'i tërhollim. Nuk kërkon shumë profesionalizëm kjo baklava për t'u përgatitur. Pasi petët do tërhollen të grupuara. Edhe pse janë të grupuara, këto petët ndahen një nga një, nuk ngjisin. Shikojeni si është peta e shkëputur. Dhe po t'i hapësh të tëra petët, kështu dalin të gjitha një nga një. Vendosim grupin e parë të petëve, i hapim sa sipërfaqja e tavës petët. Po në të njëjtën mënyrë do hapim edhe petën tjetër, e hapim në trajtën e një cilindri, e ndajmë në 8 pjesë dhe të 8 pjesët i tërhollim nga 20 cm. I bashkojmë bashk, por fare mirë mund të përdorni edhe rulin. Pasi ruli i përgatit edhe më shpejt. Vendosëm 2 shtresa poshtë
nga 8-5-16 pet dhe vazhdojmë të vendosim arët. Arët unë i kam grirë të grirë si i perimeve që të kenë një grirje të njëjtë. Në çdo 8 pet unë do shtroj nga një shtresë me ara. Kështu do vazhdojmë derisa t'i përgatisim të gjitha petat. 8 pet të tjera bashk, sërish shtresën e arave, por ju mund ta përgatisni me ara aq sa të dëshironi, mund t'i shtoni sa të keni dëshirë. I përshtasim mirë petët. Gjatë pikjes baklavaja mblidhet, ndaj nuk ka nevojë për t'u prerë petët. Vazhdojmë shtresën e arave dhe kjo baklava ditë ju them që shkrihet në gojë. Shtojmë shtresën e arave. Gjithsej kjo baklava merr 5 shtresa me ara. Edhe petët e fundit i sistemojmë duke i futur në pjesët e brendshme të baklavas. Prerjen mund t'ja bëni si të dëshironi, por unë do t'i bëj këtë prerjen në formën e lules. Ndahet në 4 pjesë, pastaj në 8 pjesë dhe më pas formohen këto rombet. Edhe gjalpi është mirë të kullohet, pavarësisht se gjatë shkrirjes unë ja kam larguar atë shkumën. E shpërndajmë gjithandej. Dhe baklavaja është gati për në furrë. Do ta pik për 4-5 orë në 100 gradë. Dhe shikoni sa e mirë që duket kjo baklava. Përgatisim sherbetin e parë me 2 gota sheqer. Gotat janë 250 ml dhe 3 gota me ujë. 2 gota sheqer janë 500 gram me sheqer. Dhe ujë janë 750 gram ujë. Shtojmë 2 feta limoni dhe i vendosim në zjarr të ziej. Ka zier për gati 10 minuta. Dhe kështu si e kemi sherbetin të nxehtë, edhe baklavaja është e ngrohtë, e shtojmë. Është plot me sherbet, e mbulojmë dhe e lëm për disa orë. Këtu përgatisim sherbetin e dytë me 2 gota sheqer ose 500 gram sheqer dhe vetëm 1 gotë me ujë. 250 ml ujë. Shtojmë sërish 2 feta limoni. Limoni ndihmon që sherbeti mos të karamelizohet. Shtojmë një shkop kanelle dhe e ziejmë për 7-8 minuta. Në fund fare i shtojmë 2 bustina vanilje. Dhe sherbetin kështu si e kemi të nxehtë, baklavaja tashmë është ftohur, e shtojmë sipër. Sherbetin e parë ajo e ka thithur plotësisht dhe është zbutur shumë. Sa më gjatë të pushoj një baklava, aq më i mirë bëhet. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, me dashuri nga kuzhina ime, gëzuar festat.